Kandidati për kryetar të komunës së Gostivarit nga koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim, Valbon Limani, hapi zyrtarisht fushatën zgjedhore për zgjedhjet lokale të 11 janarit në një tubim të mbajtur në Gostivar. Në aktivitetet morën pjesë liderët e koalicionit, Ali Ahmeti dhe Arben Taravari, përfaqësues institucional, deputet, struktura partijake, forume të gruas dhe rinis, si dhe qytetarë të shumt. Limani falenderoi qytetarët për mbështetjen e treguar në raundin e parë të zgjedhjeve, duke theksuar se fitoria i u mohua për një numër të vogël votash, por shprehu bindjen se në raundin e dytë do të triumfoj vullneti qytetar. Personalisht nuk besoj fort tek premtimet e fushatave se ndodh ndonjëherë të mos mbahen. Ndaj edhe vetë ato që bëm ishin aq sa vërtet mundemi dhe vërtet do të bëhen. Aq sa kemi vizion të realizojmë, do të shndrojmë jetën tonë dhe qytetin tonë për më mirë. Ne fituam në raundin e parë dhe ju falenderoj përzemërsisht të gjithëve. Kandidati nga koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim për kryetar të komunës së Vrapçishtit, Isen Shabani, ka hapur fushatën e tij për zgjedhjet e 11 janarit me takimin me banorët. Shabani kërkoi mandatin e tretë që të vazhdoj punët e tij në komunën e Vrapçishtit. Punët që kemi bërë në për shkolla duke filluar, duke qenë më primare për fëmijët tanë, gjeneratat tona, të cilat ata do të na pasojnë neve dhe ne shpresa jonë është tek ata. Nuk kemi lënë kryetar shkollë pa ndërtuar, me standardet më inovative, standardet më të reja, si gjithë shtetet europiane në këtë kohë bashkohore, në infrastrukturë, kanalizim, ujësjellës, gati se në gjitha fshatret. Jemi e para nga komunat rurale që kemi filluar me kanalizimin dhe ai kanalizim punohet në teren në komunë të Vrapçishtit, duke filluar nga Gradeci, si përmendi edhe Nevi, deri në Vranjovës. 51 kilometër kanalizim në gjithë territorin.